Mënyra se si hartova unë këtë plan ishte e tillë. Kur kisha biseduar me Miloševićin në Dayton, dhe me të në fakt kam folur disa herë gjatë Daytonit. Ndonjëherë ka ndodhur që të ketë qenë edhe dikush tjetër, të ketë qenë delegacioni, ose ndonjëherë kam biseduar edhe vetëm për vetëm me të në udhëzimin e Richard Holbrooke. Në një prej takimeve që kam pasur me të, ai më tha: "Ne, serbët, nuk kemi asnjë shans kundër NATO-s, sepse jeni NATO, jeni shumë fuqishëm e të tjerë. Dhe ai po ankohej, domethënë, për këtë situatë. Por unë e dija që ai ishte disi në thonjse friksuar sa i takon fushatave ajrore të NATO-s." Pyetje, faleminderit general. Në periudhën 98, a keni qenë tërësisht i përfshirë në ato çfarë ka ndodhur në Kosovë? Përgjigje po. Ka qenë një periudhë e dhimbshme, sepse më kujtohet në një pikë një brigadier nga ushtria shqiptare erdhi për të takuar me mua. Ai më tha: "Shikoni se cila është situata në Kosovë", ndërkohë që ne shikonim se cila ishte rrethana, sepse në fakt po hidhnin portaja, bomba dhe po luftonin të gjitha format e mushme në fshatrat shqiptar. Dhe flitet për një person, flitet për të njëjtin proces. Pyetje, faleminderit general. Tani le të shohim bashkërisht paragrafin 9 të deklaratës. Këtu, general, ju thoni që në verën dhe në fillimin e vjeshtës të 98-s, sulmet mbi shqiptarët e Kosovës nga serbët u intensifikuan. Dhe kjo çoi në shqiptarët e Kosovës që u larguan nga shtëpitë e tyre, duke shkuar fillimisht në fshatrat aty afër dhe më pas në përvjeshk. Ndërkohë, në paragrafin 10 ju thoni se cili ishte përfundimi i marrëveshjes ndërmjet Holbrookut dhe Miloševićit. Do kërkoj sekretarit kaloj më poshtë në tekst për të lexuar tekstin. Pyetja e parë që kam për ju është kjo: a ju kujtohet qëllimi i përgjithshëm dhe kushtet e përgjithshme të kontratës së tetorit me Miloševićin? Përgjigje: qëllimi i përgjithshëm ishte që t'i vihej fund të dhunës dhe që Miloševići të tërhiqte forcat ushtarake nga Kosova. Atje kishte 3 ose 4 regjimente të ndryshme, pra ishte policia ushtarake, një brigadë e policisë ushtarake. Në mos gabohe, ekziston gjithashtu edhe një regjiment i armatosur. Domethënë, me fjalë të tjera, Miloševići kishte forca të shumta të dislokuara në Kosovë, duke filluar nga pranvera në 98 dhe duke vjuar më tej me verën. Ne i kishim parë këto zhvillime dhe kur Holbrooku u kthye për të takuar me Miloševićin në qershor të vitit 1998, ndoshta nga fillimi i korrikut, fundi i qershorit, Holbrooku në atë kohë po priste konfirmimin që të bëhej ambasador i Kombeve të Bashkuara në emër të Shteteve të Bashkuara. Dhe presidenti e dërgoi atë për të biseduar me Miloševićin, sepse ishin gjithë shumë të shqetësuar se çfarë po ndodhte në Kosovë. Pra, sigurisht edhe Shtëpia e Bardhë ishte shqetësuar lidhur me këtë. Holbrooku më mori mua në telefon, ai ishte së bashku me Miloševićin, dhe Miloševići tha që e shikoj aeroplanët tuaj, avionët tuaj, e shikoj që ato fluturojnë mbi Kosovë, e shikoj avionët tuaj, por këta janë njerëzit e mi, unë nuk do t'i dëmtoj ata. Pra, kjo ishte faza e parë e këtij operacionit kombinuar që filluan ne. Pra, ishte qartë për ne që ai nuk do na dëgjonte. Dhe kjo qasje vazhdoi, u zhvillua më tej në korrik dhe në gusht. Rreth 400.000 civil shqiptar u larguan nga fshatrat e tyre, në përbjesht, në përmale, ishin fëmijë me foshnjë të vogla, persona që ishin gjithë friksuar, por në pjesën ndërmuese serbët ishin ende shumë të përqendruar tek fakti që donin që të eliminonin juristët e mjekët të këto fshatra në vend që të ndiqnin njerëzit që po shkonin për bjeshk. Pra ata vazhdonin që të qëndronin aty. Unë asë kohë po udhtoja nëpër Evropë dhe më kujtohet që mora udhëzime nga burra shtetit të ndryshëm nëpër Evropë. Njëri prej tyre ishte presidenti Meri i Estonisë.
Ai më shpjegoi se politikat e luftës guerile dhe mënyra se si ishin zhvilluar ato kishin çuar në një luftë kundër guerile nga Bashkimi Sovjetik. Gjithashtu ai më tha që NATO e ka dhënë këtë paralajmërim. Milošević nuk po bën asgjë, nuk po bën asnjë hap për të përgjigjur këtë paralajmërim dhe NATO-ja po humb besueshmëri çdo ditë e më shumë që kalon. Pyetje: faleminderit general. Duhet ju tërheq vëmendjen tek pika e tretë e dokumentit që keni përpara. Thuhet që një pjesë e marrëveshjes bënte pjesë për mbikëqyrje ajrore dhe verifikim nga NATO-ja dhe me ish Republikën e Jugosllavisë, domethënë që të rishikohej pjesa e radarëve dhe sistemeve të mbrojtjeve ajrore të ish Republikës së Jugosllavisë. Dhe ato duhet që të largoheshin nga Kosova se të vendoseshin në vende ose në operacione të tjera. Çfarë territori keni mbikëqyrë juve? Kjo është pyetja që kam për ju aktualisht, dëshmitar. Përgjigje: teritorin mbi Kosovën. Pyetje: kë mbikëqyrnit në veçanti? Përgjigje: po mundoheshim që të identifikojmë nëse bëhej fjalë për pastrim etnik apo jo. Do të thonë shikonim lëvizjet e MUP-it, të policisë së posaçme, policisë së rendit e tjerë. Pyetje: a keni pasur mundësi që të mbikëqyrni forcat e UÇK-s? Përgjigje: nuk kishte shumë gjë për të parë lidhur me UÇK-n, nuk mund të bëje dot gjë shumë lidhur me UÇK-n, sepse kryesisht nëpër radio ose sa takon sinqerit komandës nuk mund të thuash që kishin të bënin me dy forca paralele. Nuk mund të identifikonim dy forca kundërshtare. Më lejoni të shpjegoj edhe diçka tjetër, ju lutem. Ky paragraf mbulon shumë tema. Nga fundi i shtatorit deri në fillim të nëntorit ose në fillim të dhjetorit, unë personalisht kam shkuar 3 herë në Beograd. Në njërin prej këtyre takimeve ka qenë bashkë me mua dhe Javier Solana. Dhe në këto takime jemi ulur me Miloševićin dhe Miloševići na tha: unë do t'i tërheq këto forca. Dhe Solana në këtë takim konkret më tha mua, cilat janë ato forca që nuk janë tërhequr, ndërkohë që unë përgjigja duke thënë se cilat ishin forcat e patërhequra. Ai më pas i thot Miloševići i drejtohet generalit Perisic, ata po flisin serbisht, nuk e kuptova se çfarë po thonin me njëri tjetrin, dhe Miloševići na tha me inat që do i tërheqim dhe ato. Domethënë ishte me inat sepse ne kapëm me diçka. Nuk ishte i qartë në qoftë se ishte i umërzit me neve, që i vum në dukje këtë mangësi të tij, pra që nuk ishte tërhequr të gjitha forcat, ose nëse ishte i natosur me Perisicin. Dhe këtu u larguam. Ne menduam që kishte takim i suksesshëm, por më pas asgjë nuk ndodhi. Forcat nuk u tërhoqën asnjëherë. Shkova më tej në një tjetër takim pas një jave, i thosh president Milošević duhet të tërheqësh forcat, sepse nëse nuk e tërheq forcat, atëherë NATO do më kërkoj që të ekzekutoj, të zbatoj planin që kemi në letër dhe ne do vazhdojmë bombardimin. Dhe ajo përgjigj, NATO të bëjë ato çfarë ka për të bërë. Edhe unë përgjigja, ne nuk e duam ta bëjmë atë çfarë mund të bëjmë. Dhe ai më tha që ke të drejtë, po bisedoni me generalët. Kështu që unë shkova dhe bisedova me generalët. Ndërkohë që i tregova dhe hartën. Ata më thanë që këta janë terroristë, ata persona këtu aty janë të gjithë terroristë, janë zonat e Kosovës. Dhe unë i thash, nuk do e zgjidhësh kështu këtë bisedë, duke i quajtur të gjithë terroristët dhe duke i mundur edhe duke i shtypur njerëzit e Kosovës. Nuk mund të dëbosh njerëzit nga shtëpitë e tyre ti të thrasësh të gjithë terroristë. Duhet të ndryshosh taktikën tënde. Por as kjo bisedë nuk çoi në asgjë. Kur u ktheva herën tjetër dhe shkova dhe takova Miloševićin, ai më tha që do bënte çdo gjë që mundej, por asgjë nuk ndodhi. Më pas shkova në takimin e tretë me generalin Klas Marlin. Në atë kohë u ulëm me të dhe i treguam presidentit Milošević se çfarë donim ne të bënte ai. Ai më tha që personi që është përgjegjës së Zotit Stajnović, me atë duhet flisni. Kështu që ai tha që nuk ishte personi përgjegjës. Ne shpenzuam të gjithë darkën për të shkruar marrëveshjen. Të nesërmen ishte e diel në mëngjes. Ishte koha për të shkruar marrëveshjen, presidenti Milošević erdhi në orën 10 në mëngjes, dhe ai u sol sikur marrëveshja ishte vërtet shumë e rëndësishme.
A I tha, ne e dim se si ti trajtojmë të shqiptarë këta vrasës, dhe kemi bërë këtë gjithë më përpara, nuk është hera e parë. Unë I thash, zoti president, po si e keni trajtuar dhe çfarë keni bërë? Ai më përgjigj, I kemi vrarë të gjithë. Dhe pastaj paraqita marrëveshjen që ishte shtypur me njerëzit e vet, ku ishin disa pika lidhur me çfarë do të bënin Shtetet e Bashkuara. Pra, sa I takon forcave tërheqëse të negociatave. Unë I thash, zoti president, nuk e shikoj të keni nënshkruar të marrëveshje. Ai më tha, nuk është e nevojshme. I thash, sigurisht është e nevojshme, duhet ta nënshkruani. Dhe në fund ai nënshkroi marrëveshjen. Ne u kthyem përsëri mbrapsh, ndërkohë të nesërmen prap asgjë nuk ndodhi. Kështu që unë mora në telefon ambasadorin e Shtetit e Bashkuara në një linjë të hapur thirrjeje. Edhe I thash asgjë s'po ndryshon. Është e njëjta situatë. Në qoftë se gjërat nuk fillojnë të ndryshojnë, deri në darkë më duhet që të raportojnë NATO-s dhe duhet që të vazhdojmë që të zbatojmë planin. Çfarë do thotë që duhet që të ndryshojmë në aspektin ushtarak, pra duhet të fillojmë bombardimet. Në 2-3 orët pasuese asgjë nuk ndodhi. Gjërat pra filluan që të ndryshonin pas 2-3 orësh nga ana jon, po jo nga ana e Mileshevicit. Dhe në këtë moment ambasadori Walker shkoi në misionin verifikues diplomatik në Kosovë. Qëllimi kryesor I këtij misioni ishte që Serbia të respektonte atë çfarë ishte rënë dakord së bashku me Richard Holbrooke.